Kosova ka mbetur në vend numër O, për sa i përket konstituimit të legjislaturës së re të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Përveç opozitës, partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje nuk gjeti mbështetje as te shumica minoriteteve për zgjedhjen e kryetarës së re të kuvendit, Albulena Xhiu, me vetëvendosjen i ndau rrugët deputetja nga komuniteti bosnjak Duda Balje, e cila ka bërë të ditur se do të shndrojë në opozit. Ajo ka thënë se nga Albin Kurti ishte ofruar në pozitë ministrore, mirë po kërkesa e saj kryesore ishte fillimi i procesit për krijimin e një komune me shumicë bosnjake në Kosovë. Në një prononcim për gazetën Bota sot, analisti politik Gani Mehmeti ka reaguar ashpër ndaj kërkesës së deputetes Duda Balje për themelimin e një komune bosnjake, të cilën ajo e ka paraqitur si kusht për mbështetjen e saj në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Mehmeti tha se Balje ndonë se ka mbi 2 dekada në skenën politike të vendit, asnjëherë më parë nuk ka ngritur një kërkesë të tillë. Kanë thënë, pa u provuar njeriu nuk mund ta njohësh, jo se nuk i kemi besuar kësaj fjale, por ajo është e vërtet. Duda Balje ka 26 vite që është në skenën politike në Kosovë, por deri tani asnjëherë as që e ka bërë bisedë me dikë për formimin e një komune bosnjake në Kosovë. Jo sepse deri këtë herë nuk ishte ardhur puna të varet formimin qeverisë për një vot, edhe kjo nga pakicat jo serbe. Edhe Duda, edhe të tjerë rregullisht kanë formuar qeverinë pas një kusht me atë parti që kishte shumicën e deputetëve, jo sepse nuk po vari formimi i qeverisë për një deputeti, deklaroi Mehmeti. Ai shtoi se komunitetet pakicë në Kosovë, përfshirë bosnjakët, gëzojnë të drejta të zgjeruara që sipas tij janë ndër më të mëdhat në botë për një shtet shumicë. Sipas Mehmetit, në vend të kërkesave për krijimin e komunës, Balje duhej të angazhohej për përmirësimin e infrastrukturës, arsimit dhe shëndetësisë për të gjithë qytetarët, përfshirë edhe komunitetin bosnjak. Kësaj radhe po thuaj se erdhi puna aq ngushtë sa edhe për një deputet qeveria po mbetet pa u formuar, dhe për të mos vinte puna kështso fare, sërish Duda nuk do të shtronte këtë kusht, sepse do e dinte se nuk varet prej votës së saj formimi i qeverisë, e tani ajo përpiqet të shfrytëzojë këtë dhe paraqet kushte. Dumdesja pa formuar qeverinë e nuk do i nënshtrohesh atë Dudës dhe nuk do e formoja atë komunë. Dhe këtë jo pse e kërkon Duda, por pse nuk ka asnjë arsye. Bosnjakët në Kosovë, ashtu sikur edhe të gjitha pakicat e tjera në Kosovë, kanë të drejta më të mëdha si pakicë në mbar botën. Ne nuk jemi kundër, por ajo do të duhej të kërkonte rreth infrastrukturës, rreth arsimit të shëndetësisë, edhe tek bosnjakët, por edhe tek të gjithë, sepse njeriu nuk mund të kërkojë edhe të kënaqet vetëm për vete, por edhe për të tjerët, e në veçantë në Kosovë, njerëzit e tillë në dalin të ligj, të pa karakter e që beza edhe jo të besueshëm, sepse të traftohen për një interes të tij të panevojshëm, tha ai. Në fund, Mehmeti kritikoi ashpër kushtetutën e Kosovës, për siç tha ai favorizon tepër pakicat në proceset politike. Prandaj ra kjo punë dhe u pa se kush është Duda Balja. Thot ai, Dud, me këtë njerëzi të pamb, me këtë njerëzi mbetesh, do mbetesh ti pa komunë bosnjake dhe ne pa formimin e qeverisë, nëse varet prej votës sate. Nuk është faji tek ti, faji është tek kushtetuta e Kosovës, e cila favorizon aq tepër pakicat në Kosovë. Do të duhej të mos kishte fare favorizime. Kush arrin të fitoj, do zgjedhje, kush jo, do shkonte në shtëpi, pa ju dhënë rasti të parashtronte kushte. Ka bosnjak shumë më shumë se në Kosovë, në shtetet e tjera rreth Kosovës, por nuk ju dëgjohet zërje të mos fritet për kushte. Jemi për barazi, jo për favorizime, tha Mehmeti për Bota sot. Ndryshe sot me fillimin nga ora 15 do të tentohet për herë të katërt konstituimi i kuvendit të Kosovës. Palët, opozita dhe minoritetet janë deklaruar se do të mbajnë qëndrime të njëjta për sa i përket votimit të Albulena Xhiut në postin e kryetares së kuvendit. Megjithatë, kjo mbetet të shihet se ç'do të ndodhë në vazhdim.